أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Paqja e Allahut Azza wa Jall qoftë me ju, bekimet dhe begatitë e tija. Zoti ju bekoft kudo që jeni dhe lutem Allahun Azza wa Jall që të përfitojnë nga derset të cilat jemi duke i mbajt apo nga këto këshilla të shkurtra, duke shpresuar Zotin Azza wa Jall që përveç motrave muslimane të përfitojnë edhe vëllezërit besimtarë të cilët janë të martuar apo të cilët dëshirojnë të martohen në të ardhmen, duke qenë sa më të ditur rreth fesë së tyre. Në dersën e 7 do të flasim për kohën kohëzgjatjen e ciklit menstrual. Në këtë ders do të përmendim kohën më të shkurtër dhe kohën më të gjatë. Pra ka dy pika në të cilat do të fokusohemi. Koha më e shkurtër, sa mund të qëndrojë më pak menstruacionet e një femër, edhe koha më e gjatë, sa mund të qëndrojnë më shumëti menstruacionet të një femër. Pra po e përmendim këtë pikë për faktin se ka raste kur disa femra ju paraqitet shembull 2 orë menstruacionet, pastaj pastrohet. Në këtë rast ajo ka frikë ç'të bëj. Atë pastrohet, atë lahet ajo, atë fal namaz, atë lë namazin, a ishin menstruacione apo nuk ishin ato, nëse janë paraqit në mes Ramazanit, a ju ka prishë e ditë apo jo. Pra, duke e ditë kohën më të shkurt, atëherë ajo edhe mund t'i rregullojë këto probleme dhe t'u jap përgjigje. Ndërsa koha më e gjatë ka raste kur asaj zgjasin me javë, me muaj të tërë menstruacionet, pra dalja e gjakut, edhe nuk e di çfarë të bëj, ajo është gjak menstrual apo ndonjë lloj gjaku tjetër. E duke mësuar këtë rregull, kohëzgjatjen më të shkurtër dhe më të gjatë ciklit menstrual, ajo arrin domethënë që këto divergjenca të kaloj. Dietarët e Islamit, domethënë bazuar në argumentet secilit vetat dhe në saktësinë e tyre, kanë arritur domethënë që të japin 3 mendime më kryesore rreth kohës më të shkurtë të menstruacioneve. Pra jemi duke folur për kohën më të shkurtë fillimisht, pastaj do të flasim për kohën më të gjatë. 3 mendime thash janë kryesore. Mendimi i parë është ai Imam Abu Hanifes rahmetullahi alayh, i cili thotë se koha më e shkurtë e menstruacioneve është 33 net. Pra ky mendim i Abu Hanifes rahmetullahi alayh është se nëse më pak se 3 ditë paraqiten menstruacionet të një femër, atëherë kjo grua nuk konsiderohen si menstruacione këto ky lloj gjaku, mirë po është gjak, do të thotë gjak i problemeve tjera, domethënë hemorragji, raste apo gjak i prishur etj. Kurse mendimi tjetër, mendimi i dytë i mëdhëbet Shafi dhe Hambeli, është se gjaku menstrual apo koha më e shkurtër e menstruacioneve është 24 orë, një ditë dhe një natë. Kjo është tash mendimi i Shafiut dhe Imam dhe Ahmed ibn Hanbelit. Ndërsa ekziston edhe mendimi i tretë, i cili nuk përcakton kohë më të shkurtë. Ky mendim është Imam Abu Hanif, Imam Malikut, cilin e mbështet edhe Ibn Taymiyu rahmetullahi alayh, po ashtu flet edhe Sheikh Uthaymini goxha gjatë për këtë çështje në Sharh Mumti, i cili pra mendim ky i cili bazohet në faktin se neve thotë nuk duhet të shikojmë kohën 24 orë apo 72 orë, por duhet të shikojmë vetitë e gjakut. Në momentin që paraqiten vetitë e gjakut, dhe qëndron ai gjak qoftë 5 orë apo 6 orë, pastaj paraqiten shenjat e pastërtisë, të cilat neve do t'i cekim kur t'i vijë radha, inshallah taala, shenjat e pastrimit, atëherë është pastru femra. Nëse dhe ka zgjat 5 orë ose 3 orë ose 4 orë, sepse varet disa femra në natyrshmërinë e tyre kanë që mos ju zgjas as 24 orë, as 72 orë. Pra, këta nuk e ndërlidhin me kohë të caktuar, me orë ose me minuta, mirë, po e ndërlidhin me vetitë e gjakut, me paraqitjen apo ndërprerjen e gjakut. Në momentin që ndërprehet, pa marrë parasysh sa orë ka bë, edhe më pak se 24 orë, ata thonë, ky mendim thotë se femra është pastruar. Pra, ky mendim i tretë është më i lehtë për ta kapë, më i arsyeshëm për ta pasuar, edhe pse nuk dua unë që t'i hudhi poshtë mendime të tjera, gjithsesi ata janë dietarë, Allahu më shëroft që të gjithë, dhe shpresojmë që të jemi të edukuar dhe të kemi respekt për të gjithë, por mendoj se ky është më i arsyeshëm ky mendim i tretë, pra që të mos e lidhim me kohë më të shkurtë gjakun menstrual, mirë po me thonë domethënë 24 orë apo 72 orë apo 48 orë, por themi në momentin që paraqitet ky lloj gjaku me vetitë e veta apo me disa veti, atëherë është gjak menstrual. Në momentin që paraqiten shenjat e pastrimit, pa marrë parasysh sa orë apo ditë ka zgjat, prap kjo femër është pastruar. Çfarë mund të nxjerrim nga këto 3 mendime? Nga këto mendime nxjerrim faktin se tek Imam Abu Hanife rahmetullahi alayh, nëse paraqitet gjaku edhe qëndron më pak se 72 orë,
pra qëndron 20 orë, qëndron 30 orë, gjak me gjitha vetit e menstruacioneve. Si pas Imam Ebu Hanifes rahmatullahi alaihi, domethënë femra nëse është më pak se 72 orë ka qëndru ky gjak, nuk është me menstruacione. Dhe nëse ajo gjatë kësaj kohe i kalon adhurimet, e kalon agjërimin, atëherë duhet ta kompenzoj. Duhet ta kompenzoj për arsye se do të thotë nuk ka qenë gjak menstrual, se si ka plotësuar 72 orë e më tepër. Sipas mendimit të Shafiut edhe të Ahmed ibn Hanbelit, cilët thonë 24 orë, që pra përmendën një ditë e një natë, ata thonë se nëse zgjat më pak se 24 orë, nuk konsiderohet gjak menstrual, edhe nëse i kalon adhurimet, pra sipas këtyre dy mendimeve, dhe nëse vetit e këtij gjaku paraqiten te ajo femër, prap nuk është gjak menstrual, përderisa nuk i ka plotësuar 24 orë. Edhe ky mendim, edhe mendimi paraprak është domethënë problematik për arsye se nëse paraqiten gjitha vetit, edhe ajo e lën adhurimin, e lën 24 orë, nuk ka xheron një ditë apo nuk ka xheron 2 ditë, se mund të ndodhë që ndrejt i vi menstruacionet edhe deri ndrejt nesër, pastaj ose deri para ditës nesër, edhe kështu 2 ditë i humbin Ramazan. Sipas këtyre dy mendimeve, atëherë ajo duhet i kompenzoj se nuk ka qenë gjak menstrual. Kurse mendimi i tretë, i cili thotë se kjo nuk ndërlidhet me kohë, por në momentin që e sheh gjakun me vetit e gjakut menstrual, duhet të largohet nga adhurimet, domethënë është më i arsyeshëm. Pa marrë parasysh sa zgjat ky lloj gjaku, prandaj edhe domethënë për arsye se logjikisht femra muslimane ka më lehtë me punu me kët rregull, me rregullin jo të orës, po me rregullin e temizit, fjala temiz domethënë e dallimit të gjakut nga vetit, apo e vendosjes së rregullit vetë, e vendosjes së adhurimit apo largimit nga adhurimet mbas të vetive të gjakut e jo në bazë të kohës gjatjes së tij. Pra, kjo është pika e parë këtij dersi, se cila është koha më e shkurtë e qëndrimit menstruacioneve të një femër, kurse koha më e gjatë, prap dietarë domethënë kanë disa mendime, ose themi të njëjtin mendim, 3 mendime. Ata të cilët vendosin kohë caktuar, ditore ose me orë caktuara, mas shumë që kanë thonë domethënë kohë, afat kohor kanë thonë është 15 ditë. Ma shumë se 15 ditë, ata që përkrahin domethënë afatin kohor, se është mendimi tjetër që nuk e përkrah afatin kohor, sikurse aty që përmendëm tek koha më e shkurtë, edhe tek koha më e gjatë nuk e përkrahin. Por ata që e përkrahin afatin kohor thonë se afati më i gjatë është 15 ditë. Përkundër Imam Ebu Hanifes rahmetullahi alaihi, Allahu mëshiroft, shpërbleft me xhenetin Firdaus atë edhe neve gjithë muslimanët arabë, edhe në bashkoft Allahu xhalla xhelalu në xhenetin Firdaus me gjithë dietarët e Islamit. Thot ky dietar, pra Ebu Hanife rahmetullahi alaihi, se koha më e gjatë e ciklit menstrual është 13 ditë. 13 ditë. Kurse mëdhëbet apo dietarët e mëdhëbet tjera si Imam Maliku, Shafiu dhe Ahmed ibn Hanbeli përkrahin kohëzgjatjen 15 ditore. Sipas këtyre dy mendimeve, sipas Ebu Hanifes, nëse kur të mbushen 13 ditë, kur t'i plotësohen femrës 13 ditë, nëse i vazhdon gjakderdhja, atëherë më ajo nuk është gjak menstruacioni, por kur t'i bën 13 ditë ajo duhet të pastrohet, lahet, edhe të fillojë adhurimet. Edhe pse i shet të gjitha vetit edhe gjakun që akoma është prezente ajo femër. Kurse sipas mëdhëbeve tjera, nëse i plotëson 15 ditë femra, atëherë ajo duhet pastrohet, edhe nëse i vazhdon gjakderdhja, edhe duhet të kryej adhurimet normal, sikurse kur nuk ka pas gjakderdhje. Ndërsa mendimi grupi tjetër i dietarëve të cilët nuk e ndërlidhin me afat kohor, pra, por e çesin përpara dallimin e vetive të gjakut, pra bazohen në vetitë e gjakut e jo në kohën e gjatësinë dhe shkurtësinë e paraqitjes, ata thonë se neve nuk vendosim ndonjë kohë të caktuar sa mund të zgjas më shumë ti cikli menstrual. Ku vërtetohet thot praktikisht se ka gra të cilat 16 ditë, 17 ditë ju paraqitet gjaku. 17 ditë është e papastër, 13 ditë e pastër ose 14 ditë e pastër. Sipas tyre është vërtetuar praktikisht se ka raste më shumë se 15 ditë me qëndru gjakderdhja. Edhe ata thonë se neve në momentin që më thonë vrejet të femra, ky gjak edhe i zgjatin të njëjtat vetit e gjakut menstruacioneve, atëherë kjo femër konsiderohet me cikël mujor, pa marrë parasysh kohë gjatësinë. Edhe pse neve do të cekim se ka raste kur paraqiten
patjetër disa shenja të pastrimit, paraqiten patjetër disa shenja të pastrimit, edhe pse mund të vazhdojë gjakderdhja, por i ndrojnë vetit e gjakut, ma nuk është i trash, ma nuk është i neveritshëm. Atëherë do të mësojmë se ka mundësi që të lidhet gjaku menstrual me gjakun hemoragjik, me gjakderdhjen e pakontrolluar për ndonjë smundje të caktuar. Mirë, po patjetër në mes aty paraqiten disa ndryshime që vetveti femra i merr vesh në trupin e vet. Sepse çdo femër me kalimin e kohës i mëson problemet dhe traditën apo natyrshmërinë e trupit të saj. Edhe din se janë paraqit disa gjëra të cilat sikur e kanë ndrru kohjen e gjakut, e kanë ndrru vetit e gjakut, edhe mund të ndodhë domethënë që të pastrohet në fakt nga gjaku menstrual, por ti paraqitet në moment gjaku hemoragjik e gjëra të tjera që ne inshallah taala do t'i cekim. Ky mendim pra e përkrah faktin se nëse vetit e gjakut menstrual janë të femra dhe më tepër se 15 ditë, neve i themi asaj që të mos falet, të mos agjeroj, edhe të largohet nga disa punë të tjera që i ka halal jashtë kohës menstruale. Këta e përkrahin tash mendimin e tyre në faktin se Allahu kërkon Kur'an as Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në për hadithe, nuk e ka cek kohën më të shkurtë as më të gjatë, por gjithkund në për ajete dhe hadithe, nëse i shikojmë, vrejmë domethënë se bazën apo ato rregullat e vendosura për kohë gjatësinë dhe kohën më të shkurtër, më të gjatë menstruacioneve janë vetit e gjakut. Vetit e gjakut e jo afati kohor me dit ose me orë të caktuara, edhe ata thonë se nëse femra mas 15 dite i ka të njëjtat vetit në gjak, i vazhdon gjakderdhja, nuk ka ndryshu asgjë, ajo nuk ka vrejt asgjë, njëjtat veti janë si ditën e 7, si ditën e 16, si ditën e 17. Atëherë thotë, çfarë argumenti keni ju që bazoheni, apo që thoni se femra është pastru pse i ka bo 15 ditë, e në 16 nuk është më e papastër, por është e pastër, edhe pse i ka të njëjtat veti gjaku i saj. Andaj, më mirë është, më eslem, më e lehtë për fen e femrës, më e rahatshme për shpirtin e saj që të pres derisa të paraqiten shenjat e pastërtisë, derisa të nalet gjaku apo të paraqiten shenja tjera që do t'i cekim se cilat janë ato inshallah taala. Pra nuk ka as afat më të shkurt, të prerë me argumente, as afat më të gjatë se kur mund t'i ndërprehen femrës menstruacionet koha më gjatë, pra nuk ka ndonjë argument, edhe pse ka disa mendime dietarëve, lutë Allahun azza xal që të na bekojë me të mirat tim këtë botën tjetër, dhe inshallah taala Zoti mua dhe juve na i ruan vlat tan nga çdo sherr dhe çdo e keqe, bashkangjetuni edhe ju kësaj duaje, duke kërkuar nga Allahu që të na shtoj dijen Islamin këtë botë dhe të na shpërblej me xhenetin e tij në botën tjetër deri në dersin tjetër. Ju lënë rahmetin e Allahut azza wa jalla, inshallah jam gjallësh nash për të takuar deri atëherë. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.